Kandidati për kryetar të qytetit të Shkupit nga VMRO-DPMNE, pas rezultateve të rrethit të parë zgjedhor, ku Prim Binçën para kundër kandidatëve të tij, ka shprehur mirënjohje qytetarëve për, siç tha ai, mbështetjen dhe besimin e madh që ka marrë. Megjithatë, Gjergjevski është në ballotazh për rrethin e dytë me kandidatin e Levicës, Amar Mecinović. Ai tha se pret e prekrahje nga të gjitha partitë politike. Dyert e koalicionit ton janë të hapura për të gjithë. Dua të ofroj bashkëpunim me të gjithë kandidatët dhe strukturat politike që nuk hyjnë në rrethin e dytë, sepse Shkupit i duhet punë, jo politik. Ai theksoi se fitoria në rrethin e parë nuk është personale, por siç tha, fitoria e të gjithë atyre që besojnë në një Shkup të zhvilluar, europian dhe funksional. Gjergjevski njoftoi se gjatë të 2 javëve të ardhshme do të jetë i pranishëm në çdo lagje, në çdo rrugë dhe në çdo shtëpi, me qëllim që, siç u shpreh, të bisedojë me qytetarët dhe të paraqes programin për një Shkup më të mirë.